Flor, përshëndetje për juve. Mirëmëngjesi Flor, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi edhe për ju në studio dhe për të gjithë shikuesit. E thatë edhe jo që sot do të flasim për një temë mjaft të rëndësishme që na prek secilin. Është siguria e ushqimit në vendin tonë. Do të flasim bashkë me Flamur Kadriun, drejtori i Drejtoratit për Shërbimin Publik brenda Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. E thash edhe në fillim do flasim edhe se cili jemi konsumator dhe na prek kjo pjesa e sigurisë së ushqimit. Cili është niveli i sigurisë së ushqimit për momentin në vendin tonë? Për momentin mund të them me kompetencë se niveli i sigurisë së ushqimit është jashtëzakonisht i lartë. Cilat janë ato inspektimet që bëhen në terren? Në mënyrë ndoshta që edhe konsumatori vet ta ndjej atë sigurinë e asaj se çfarë konsumon. Kështu po nisna prej planit kontrollave zyrtare. Ne çdo vit e kemi planin e kontrollave zyrtare, mbas të cilit parashihen gjitha parametrat që do ta kemi kujdes, domethënë të ushqimit të cilat plasohen në treg. Ky kontroll fillon me konceptin për fermës në tryezë, domethënë ne i fillojmë kontrollat shumë përpara se produkti të vendoset në treg. Domethënë kujdesin për kafshët, për të cilave ne kemi ushqimin, domethënë prej fermës, ushqimi për kafshë e pastaj fillon prodhimi, përpunimi deri vendosja në treg e ushqimit. Domethënë këto gjitha janë planifikuara me planin e kontrollave zyrtare, i cili jo vetëm ai, domethënë kemi edhe intervenime gjatë ankesës konsumatorit, sistemeve të ndryshme të informimit që e kemi edhe nga Bashkia Evropiane, kështu që inspektorët tanë janë ditë për ditë në terren. Çdo ditë janë në kujdesin për ushqim. Përpara se të kalojmë tek ajo pjesa edhe e komunikimit të vazhdueshëm që i keni edhe merrni parasysh edhe vetë ankesat e konsumatorëve. E thatë këtë punën në terren që e bëni nga ferma në tavolinë. Cila është ajo pjesa e sektorit, ndoshta më të ndihshëm që kërkon më shumë angazhim të vetë inspektorëve të AUV-it në terren? Po, kujdesi ndahet proporcionalisht. Domethënë ne kujdesi për smundjet e kafshëve, domethënë gjithmonë kemi një parandalim. Konceptet e parandalimit janë më të fuqishme se ato të intervenimit pasi që të ndodhin incidentet të ndryshme. Domethënë, jo keni dëgjuar në media, ne ballafaqsohemi shpesh me smundje ngjitse, të cilat jo vetëm te ne, po janë gjithandej Evropës, me gripin e shpendëve, me martojnë klasike të derave, me smundjen gungore të kafshëve. Domethënë, gjitha këto janë smundjet të cilat në farë mënyrë rrezikojnë edhe popullatën nëse ato kalojnë në ushqim. Gjitha këto parandalime, me anë të vaksinime, me sistemet të diagnostifikimit të hershëm, gjitha këto janë një punë jashtëzakonisht e madhe në terren që mos të vijë deri te ushqimi i cili mund ta dëmtojë konsumatorin. Pastaj kontrollet të prodhuesit dhe përpunuesit dhe pastaj të marketet ose të tregu cilin ato ekspozohen. E dim i nderuar që kohëve të fundit është diskutuar shumë edhe për ushqimin për fëmijë. Cilat janë ata mekanizmat që i përdorni për tërheqjen e një produkti që është i dyshim në përdorim? Ushqimi për foshnjë, domethënë formulat, instant formulat që përdoren për fëmijë, vijnë prej prodhuesve të mëdhenj Bashkisë Evropiane. Domethënë nevojitet një mekanizëm jashtëzakonisht i madh për ta prodhuar një ushqim se normat janë jashtëzakonisht të ngritura. Kohëve të fundit, nga sistemi i alarmimit të shpejtë prej Bashkisë Evropiane, i kemi informatat se cilat llote ose cilat seri të këtyre produkteve janë potencialisht të rrezikshme. Detyra e agjencionit është këto produkte t'i tërheqim, sapo që të marrim informatin, t'i tërheqim nga tregi sa më shpejt që është e mundur. Edhe ne vazhduam me tërheqjen, mirë po dikur e pam që po ndodh shumë shpesh. Domethënë çdo herë kemi seri të reja, prandaj edhe vendosëm ta ndalojmë importin e produktit, kështu që tash për momentin në treg janë vetëm ato produkte për të cilat nuk kemi njoftim që janë të rrezikshme ose paraqesin ndonjë rrezik. Për mos me ngrit një panik sidomos te nënat e reja për foshnjët e tyre, ato produkte të cilat gjenden në treg tash për momentin janë ato që janë të garantuara që janë të shëndetshme, kurse ato që kemi marrë njoftim i kemi tërheqë krejt. Sigurisht për të realizuar një punë fleksibile, një punë me përgjegjësi aq të madhe, AUV dhe vetë inspektorët dhe ju sigurisht si përgjegjës e keni ato sfida. Cilat janë sfidat kryesore dhe sa ka mjaftueshëm, ndoshta po më intereson kjo pjesa e inspektorëve në terren, sa mund të mbuloj në nivel të Kosovës? Tash për tash, në sfida
të realizimit kontroleve zyrtare janë disa parametra, përvoja, eksperienca, edukimi, trajnime të ndryshme të inspektorëve. Mirë po, tash për tash ne përballemi në sfidën më të madhe që kemi numër të limituar të inspektorëve. Një numër pak më i madh inspektorëve kishte ndikuar që ta kemi realizimin e kontroleve zyrtare shumë më të mirë edhe ti kemi inspektorat e relaksuar që secilën punë ta kryejnë me përgjegjësi më të madhe. Ka interesim të njerëzve të tillë të specializuar, çfarë po mungon ndoshta që të ketë një numër më të madh të inspektorëve në terren? Që t'i bashkohen ndoshta edhe vetë audit. Nuk shoh arsye tjetër përveç limiteve buxhetore, por ndryshe tash kemi universitetet e Kosovës janë duke mundësuar që shumë të rinj të reja të kenë edukimin e mjaftueshëm, sikur në sferën e veterinarisë, po ashtu edhe në bujqësisë edhe të ushqimit. Domethënë ka njerëz të mjaftueshëm, ka thirrje të reja të cilat dëshirojnë që të angazhohen, mirë po limitet buxhetore janë ato të cilat fatkeqësisht janë duke na penguar për me marrë më shumë njerëz, por kemi inspektorë më shumë. E përmenda ma herët edhe këtë bashkëveprimin, bashkëkomunikimin edhe me vetë konsumatorin. Sa të shpeshta janë edhe vetë ankesat e konsumatorëve dhe sa mund të arrini ndoshta ti përgjigjeni në atë se çfarë ata ndoshta e kanë frikë sigurisht. Kështu, ankesën e konsumatorit ne japim prioritet. Ne përmenda që kemi planin e kontrolleve zyrtare, mirë po ankesa e konsumatorit është prioritet, domethënë mundohemi sa më shpejt që në kohë reale të arrijmë deri te problemi, ta evitojmë ose ta shohim se çka ndodh. Ndodh që kemi edhe ka njëherë ankesa informacionet gabueshme që nuk qëndrojnë bashkështu që konsumatorit ju duket doni që është problem pa qenë problem, mirë po intervenimi është patjetër. Domethënë inspektora shkojnë në kohën sa më shpejt është e mundur për ta domethënë hulumtu ankesën e konsumatorit. Po, kur jemi edhe tek këto fushatat vetëdijsuese, ndoshta që edhe vetë konsumatorit ta kenë parasysh edhe mënyrën se si duhet të veprojnë, sepse shpesh ne edhe vetë mund të jemi ata që të reagojmë. Shembull e marrim në një market, nëse nisem nga fakti një rast personal, kanë qenë një produkt që ka të bëjë me brumin dhe të gjitha paketimet kanë qenë me afat të skaduar. Sigurisht ka qenë një reagim i imi, sepse unë nuk guxoj ta marr atë, ka kaluar afati dhe drejt për drejt menaxheri i asaj qendre i ka largu. Mund të funksionojë ndoshta edhe në këtë formë, apo duhet konsumatori me patjetër të njoftoj edhe AUV-n? Ç'është të jenë ato fushatat vetëdijsuese që konsumatori të di çfarë të veprojë? Unë them kështu, konsumatori është pjesë e triazhës të sigurisë ushqimit në gjitha vendet. Domethënë përveç atyre që plasojnë ushqimin në treg, domethënë prodhuesit, bizneset, institucioni edhe konsumatori. Domethënë kjo është triazhi i cili ndikon që ta kemi ushqimin e sigurt. Konsumatori është inspekcioni i tretë. Domethënë konsumatori i fundit ai që e shef që përballet me produktin. Mungesa në deklaracion, afatet e skadimit, dukja organoleptike e produktit, gjitha këto vijnë te konsumatori. Asnjë vend nuk mund ta ketë asnjë kontrolle strikte që çdo moment, në çdo kohë, në çdo market, çdo prodhues, çdo proponues ta ketë inspektorin e vet. Domethënë është e pamundur. Mirë po, konsumatori është ai që e ngrit nivelin. Nëse kemi ankesën, jo vetëm institucionet kanë veprimin e tyre, po edhe vetë bizneset e dinë që do ta kenë ankesën, do të përballen me ligjin e kështu me radhë. Domethënë është pjesë e triazhës jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne mundohemi që përmes kampanjave vetëdijsuese ta ngrisim këtë nivel, ta ngrisim edhe kujdesin e konsumatorit që ta ketë vendin ku ta lajmëroj rastin, ta jep informatin e duhur, domethënë është ndihmë jashtëzakonisht e madhe e jona. Me ndihmën e mediave tash kohëve të fundit, me rrjetet sociale, ky bashkëpunim me konsumatorin është shumë i shpejt, shumë i afërt. Kështu që është duke ndihmu ta ngrisim nivelin e sigurisë në përgjithësi në Kosovë. Zotëri Kadriu, unë falenderoj shumë për gjitha këto informacione, gjithmonë që uroj të kemi atë sigurinë e ushqimit, të bëhet puna në terren, të keni sa më shumë edhe inspektor që të ju lehtësohet edhe ju puna sigurisht dhe të rritet edhe ajo vetë siguria e konsumatorit në ato produkte çfarë marrin. Faleminderit edhe një herë.
Pra, ishim bashkëtu me Flamur Kadriun, drejtori i Drejtoratit për Shërbimin Publik brenda Agjencisë së Ushqimit edhe Veterinarisë, ku diskutuam më shumë edhe për sigurinë e ushqimit, ashtu siç e tha edhe zotri Kadriu, për momentin kemi një siguri të ushqimit, nuk ka nevojë për panik dhe shpresoj që një situatë e tillë të vazhdojë, të rritet edhe më shumë madje edhe siguria e ushqimit edhe ajo siguria e vet konsumatorit në atë se çfarë konsumon. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejtëve drejt, ndërsa linjën tani po e kaloj tek ju në studio.